Pjesë e festimeve të Sultana e Vruzit në Melçan u bën edhe përfaqësues të pushtetit vendor e politikës lokale në Korçë, të cilët zhvilluan vizita në Teqen Baba Abdullah e përcollën urimet e tyre për besimtarët. Në këtë ditë shenjtë ishin të pranishëm prefekti e qarkut të Korçës Florinda Zegullaj, kryetari i Këshillit të qarkut Petrika Tollkuçi, nënkryetari i Bashkisë Korçë Kletjon Kita, deputeti Aledina Alolli, si dhe përfaqësuesi i Partisë së Lirisë Gentian Çala. Përfaqësuesit institucionale politik uruan besimtarët për më shumë paqe, shëndet e harmoni, duke vlerësuar rëndësinë që kjo fest ka për bashkimin shpirtëror dhe ruajtjen e traditave. Ju uroj të gjithë besimtarëve Bektashin gëzuar festën e Sultanën e Vruzit, festë e cila simbolizon ringjalljen e dritës, triumfin e të mirës mbi të keqen, simbolizon shpresën, urimet më të mira për çdo besimtar, bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjen e çdo shqiptari. Të uroj të gjithë besimtarët Bektashin, po jo vetëm, për ditën e pranverës, për ditën që ngro apo ndryshon jo vetëm stinet, por që ngro edhe zemrat e njerëzve. Kështu që unë uroj sa më shumë zemra të ngrohta dhe të gëzuara në vazhdim, gëzuar për shumë vjet. Është një ditë e rëndësishme në kalendarin e festave në një Shqipëri e cila ka disa besime fetare dhe unë do doja përfitoja nga rasti të uroja çdo familje, çdo besimtar për një jetë më të mirë, më shumë begati. Në emër të Partisë Demokratike të Degës Korçë, por edhe të deputetëve të qarkut të Korçës, përcjell urimet më të mira, gëzuar ditën e Sultanës e Vruzit. Është dita e fisnikërisë bektashiane, është dita e ringjalljes së madhe, një ditë e cila na fton që ne të reflektojmë për të rilindur tek ne vlerat më të mira që na përkon ne si individ, vlerat më të mira në besim, vlerat më të mira që na bëjnë njerëz më të mirë për të kontribuar në shoqërinë tonë. Nga Teqeja e Melçanit dua të uroj gjithë besimtarët të Bektashin, gëzuar ditën e Sultanës e Vruzit, qoftë një ditë e bekuar, qoftë një ditë plot shëndet dhe sa më shumë dashuri, paqe dhe harmoni në familjet e tyre, gëzuar. Sultana e Vruzit vijon të mbetet një nga festat më të dashura për besimtarët, duke sjellë çdo vit një atmosferë harmonie e bashkimi në komunitet.